Në fakt, unë duhet bëja një zgjedhje midis ti përgjigjesha ftesës së babait apo të mikprisja vajzën këtu në Shqipëri. Edhe zgjodha vajzën. Dhe natyrisht që vajzën e zgjodha me lejen e babait. E dyta, duke qenë se Zoti Mediu është ura që lidh Amerikën me rrugën e shpresës, unë prisja nga Zoti Mediu në fakt që të hidhte poshtë pretendimin e Britanisë dhe të mbante anën e Amerikës, po s'ka problem se nuk shohim ne asnjë arsye për të parë divergjenca të tilla, kështu që Zoti Mediu rrini i qetë, analizat i kam bërë ata që na kanë ftuar dhe ne nuk na ardh akoma koha të analizojmë ata që na ftojnë.